vëronjësi i shpëtimit të amshuar. Dhe, si u bë i përkryer, u bë vëronjësi i shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që i bindën. Ky portret na tregon se Jezusi është burimi dhe bazamenti i sigurt i shpëtimit. Tek ai u krye plani i shpëtimit i cili u zhvillua, madje para krijimit të botës së. Me anë të fuqisë së mëshirimit, jetës e pamëkatëtekjes dhe ngjalljes së tij, Jezusi u bë burimi i shpëtimit. Shpëtimi i përjetshëm gjendet vetëm te Krishti, i cili është një me Ati. Nuk ka shpëtim pa Jezusin. Të njëjtën gjë pohoi edhe Pietri gjatë fjalës së tij para Sinedrit pas arrestimit të tij. Ja çfarë tha ai për Jezusin. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të së cilit duhet të shpëtohemi. Titulli madhështor, Vëronjës i shpëtimit të amshuar, na drejton në burimin origjinal të shpëtimit dhe thekson thelbin në pandryshshmërinë e tij. Pikërisht në këtë, Krishti i gjen shpëtim. Shpëtimi qëndron konstant në përshekuj. Atë e merr çdo kush që pranon shpëtimin me anë të besimit, si një dhuratë të pamerituar. Në këtë portret të shpëtimtarit tonë të çmuar është përfshirë bindja se shpëtimi ynë është i përkryer, falas, konstant edhe i kryer. Jezusi na fton sot ta shohim atë sërish si burimin dhe udhëruesin e shpëtimit, fal meritës së Zotit ton, Jezus Krishtit, i cili u kryqëzua. U ringjall dhe është ulur pranë Atit qiellor. Ne mund të kapemi në tepërmtimin e shpëtimit të amshuar me një siguri të patundshme. Fakti që shpëtimi është i vërtetë dhe i mjaftueshëm e vërteton pohimin e thjeshtë, por shumë të qartë. Krishti erdhi për t'i mësuar familjes njerëzore rrugën e shpëtimit. Ai na zbuloi këtë rrugë aq qartë sa madje edhe një fëmijë i vogël mund të ecë në ta. Duke medituar rreth portretit të autorit të shpëtimit të amshuar, do të marrim sërish fuqinë e tij, i cili mund të shpëtojë të gjithë ata që vinë tek Jezusi me një besim të gjallë dhe i dorëzojnë jetën e tyre shpëtimtare. Lutjejmë sot: O Zot, jam i sigurt që shpëtimi im është i kryer në Jezus Krishtin. Amen.